Një treg shumice model dhe zgjidhje të problematikave. Ky është premtimi i drejtorit të ri të këtij institucioni Nestor Gavani, gjatë intervistës së parë të dhënë për televizionin 6+1 Vlora në krye të tregut të Shumicës. Ai shpreh falënderimet për kryebashkiakun Ermal Dredha që i besoi. Gavani thekson se është takuar me tregtarët dhe se është njohur me problematikat që ka aktualisht tregu i Shumicës. Në rast të parë unë jam shumë falenderues kundrejt kryetarit të bashkisë që më besoi në drejtimin e këtij institucioni, dhe sa po mora detyrën normale u njojta me stafin dhe detyrat që kishte gjithë secili prej tyre, dhe më vonë direkt u njojta me gjithë tregtarët duke ju kërkuar dhe bashkëbiseduar për gjitha problematikat dhe zgjidhjen e tyre. Konkurenca e pandershme vjon të mbetet një problem i madh, ndërsa kjo konkurrencë do të luftohet në bashkëpunim me institucionet dhe policinë bashkiake. Drejtori i tregut të Shumicës në Vlorë Nestor Gavani fton tregtarët që ushtrojnë ilegalisht aktivitetin në rrugët e qytetit apo në zona të ndryshme të tij, që t'i drejtohen tregut të Shumicës për të zhvilluar aktivitetin e tyre, por njëkohësisht për t'i shpëtuar ndëshkimeve. Problemi kryesor i të gjithë tregtarëve është konkurenca e pandershme. Në bashkëpunim me institucionet përkatëse, kemi rënë dakord që të luftojmë këtë konkurrencë. Falë dhe prezencës së mediave, dua të bëj një thirrje dhe të gjithë tregtarëve që nuk vinë dhe operojnë brenda tregut të Shumicës, i cili është i vetmi treg legjitim për shitjen me shumicë të fruta perimeve, që të vinë të funksionojnë dhe të shesin brenda tregut për shkak që mos të ndëshkohen nga organet ligjvatuese dhe kompetente. Gavani thot se në bashkëpunim me policinë bashkiake do të bëhen paraprakisht njoftimet e tregtarëve, të cilët ushtrojnë ilegalisht aktivitetin e tyre në rrugët e qytetit, e më pas do të shkohet tek masat ndëshkuese. Po, në bashkëpunim me policinë bashkiake kemi rënë dakord në radhë të parë për t'i njoftuar që mos të ndëshkohen, pastaj në qoftë se nuk zbatohen këto njoftime, normale që do merren masa ndëshkuese. Pra ju bëni thirrje që të atyre tregtarëve që janë jashtë të vinë Ju bëjmë thirrje që gjithë tregtarëve që të afrohen brenda tregut të Shumicës së fruta perimeve. Drejtori i ri i tregut të Shumicës në Vlorë Nestor Gavani premton se do të jetë për krah tregtarëve të ndershëm të këtij tregu që ushtrojnë çdo ditë këtu aktivitetin e tyre, por edhe të fermerëve që sjellin në tregun e Shumicës prodhimet e tyre. Lufta ndaj konkurrencës së pandershme do të jetë objektivi kryesor i Gavanit, i cili fton tregtarët që të mos ushtrojnë aktivitet në mënyrë ilegal, por të vinë t'i bashkohen tregut të Shumicës, pasi këtu do të gjejnë të gjitha kushtet për të zhvilluar aktivitetin e tyre.